processuale. Kush janë ekspertët që Të nderuar miq të RTS, vazhdojmë tutje me pjesën e dytë të emisionit 104.1 tek Musafiri në studio, ku sot kam të ftuar doktor Rasit Ademin, është specialist i hipotetikës stomatologjike. Do të flasim për dhëmbët dhe shqiptarët, sa shqiptarët i kushtojnë ose kosovarët në përgjithësi, nëse sa i kushtojnë vëmendje higjienës, pastaj çështjes së dhëmbëve apo shumë çështje të rëndësishme që ka të bëjnë me dhëmbët, higjienës së gojës e kështu me radhë. Tema është e gjerë apo e gjatë, po do të mundohemi në aq minuta sa kemi hapësirë dhe dispozicion të diskutojmë bashkë me Asitin. Përshëndetje mirë se erdhe. Përshëndetje. Atëherë, doktor, ndoshta tema duket interesante shqiptarët dhe dhëmbët, por është rëndësishme sepse ju provoja ju ka bërë vetëm besoj që edhe me pacientë, me klientë, pra shihni që njerëz të cilët një pjesë e madhe fatkeqësisht nuk tërkasin deri në dentistit përderisa kapin dhimbje të mëdha qoftë ditën apo natën. Sa janë të vetëdijshëm shqiptarët për higjienën e gojës, për mirëmbajtjen e dhëmbëve kështu me radhë? Do doja t'ju falenderoja për ftesën dhe mundësinë e bashkëbisedimit për disa tema që vlerësoj që janë shumë të dobishme për shikues të ndëgjues të juve. Të flasësh për higjienën dentare në Kosovë paraqet një sfidë. Domethënë fillojmë së pari me prevalencën e kariesit, që është një smundje e dhëmbit, e cila i atakon pothuajse të gjitha moshat. Në bazë një hulumtimi që është bërë, për shembull tek fëmijët e moshës 6 deri në 11 vjeç, rreth 40% e këtyre fëmijëve konsumojnë çdo ditë ëmbëlsira, të paktën një herë në ditë. Kurse kontrollat tek dentisti i bën vetëm në raste ankesave, dhimbjeve kështu me radhë, ndërsa vetëm 2% e kësaj kategorie të fëmijëve, domethënë kanë preventiv mbrojtje dhëmbe, aplikojnë preventiv mbrojtje të dhëmbe. Tek adoleshentët vrem se rreth 50% e tyre pastrojnë dhëmbët vetëm një herë në ditë. Në bazë të një hulumtimi që është bërë në komunën e Prishtinës në vitin 2025, domethënë në këtë vit ku jemi, tek moshat e minore, tek fëmijët 3 deri në 6 vjeç, vrehet se një numër i madh i prishjeve të dhëmbëve të përkohshëm. Kurse tek të rriturit, prishja e dhëmbëve atakon rreth 80% të njerëzve. Shkaktarët më të shpesh të këtyre domethënë janë higjiena e dobët dentare, vizita jo e rregullt tek dentisti, aplikimi i masave mbrojtëse. Tani, kjo gjendje e cila paraqitet me këto përmase këtu në Kosovë, nëse bëjmë një krahasje me vende tjera, sidomos me vende të zhvilluara, për shembull Bashkimit Evropian, kështu me radhë, shtetet skandinave, vërejmë një dallim shumë të madh. Për shkak se ata aplikojnë masa të rrepta në preventimin, në parandalimin e prishjeve të dhëmbëve, duke aplikuar fluor tek dhëmbët, vulosje, kontrolla të rregullta dentare kështu me radhë. Dhëmbët përgjithësi kanë më shumë edukatë se përket edhe shëndetësisë, jo vetëm tek çështja e dhëmbëve, por në përgjithësi besoj që janë më të edukueshëm se sa ne. Të paktën kështu është gjykimi jon, mund të jemi gabim. E ke fjalën edukat të... Po me qëndru për shembull vetë të gatit sa përket aspekteve mjekësore, por në këtë rast po flasim edhe tek dhëmbët. Tek dhëmbët normal disa gjëra shkojnë edhe me traditë. Për shembull, nëse prindrit kanë qenë ata të cilët vazhdimisht kanë pasur kujdes për vitet e tyre për dhëmbët, duke bërë vizita të rregullta te dentisti kështu me radhë, të njëjtën gjë pa dasht edhe me apliku, edhe pse ka qenë me dashje, domethënë ata fëmijët e tyre trashëgojnë. Edhe në raste konkrete edhe kundërta, nëse ata nuk kanë qenë të rregullt në mirëmbajtjen e higjienës dentare, nuk kanë bërë vizita të rregullta, e kanë neglizhuar edhe fëmijën e tyre, domethënë. Pse një pjesë e shoqërisë tonë pra pa filluar dhimbët e dhëmbët nuk shkojnë tek dentisti? Shkaqet mund të jenë të ndryshme.
Shkaqet mund të jenë të ndryshme, për shembull mund të jetë tradita, se përmenëm pak më herët, familjare, mund të jetë frika, për shembull dikush ka frikë të shkojë te dentisti nga frika e marrës së anestetikut, ose dikush thotë më pengojnë ato zhurmat, aparaturave që përdoren tek dentisti, apo ndonjë provoje që ka mund ta ketë ai vetë personalisht, ose ta ketë ndëgju nga të afërmit, ose njerëz të afërm, ose njerëz të cilët i kanë njoftur, kështu me radhë. Pastaj mund të jetë, të disa mund të jetë koste financiare, çmimet mund të jenë të papërballueshme për një shtresë të caktuar dhe rrjedhimisht e neglizhon pa dashjen e tij në vizita të rregullta te dentisti dhe si rezultat derisa të shfaqet dhimbje që është si simptom detyrues për më paraqitur dentisti. Arsyeja tjetër mund të jetë koha, për shembull dikush është shumë i angazhuar me punë, me aktivitete të ndryshme, edhe vazhdimisht e neglizhon intervenimin ose vizitat tek dentisti dhe si rezultat me shfaqjen e dhimbjes është i detyruar të paraqitet në klinikë. Por cilat janë pasojat nëse vonohemi për të shkuar tek dentisti derisa të kemi dhimbje të mëdha? A mund të vizitohen më herët? Pasojat padyshim që janë të mëdha edhe ka njerë të pa evitueshme. Evitimi, po flasim të evitimi gjithsesi gjithmonë është opcion edhe është i mundshëm, nëse ne përballemi me rregullore strikte, me pastrimin e rregullt të dhëmbëve, me mirëmbajtjen e tyre, me kujdesin, domethënë tash janë disa gjëra shumica e njerëzve te ne, edhe pse mundohen të pastrojnë dhëmbët rregullisht, problematika kryesore që ndron se një pjesë e madhe e tyre nuk i pastrojnë dhëmbët si duhet, edhe shpesh herë neglizhojnë domethënë vend pastrimit mëngjes, mbrëmje, të paktën 2 herë në ditë, ata mund të pastrojnë vetëm 1 herë në ditë dhëmbët ose të neglizhojnë në një ditë të ngelen fare pa i pastruar dhëmbët. Domethënë është shumë e rëndësishme, shumë esenciale që pastrimi i dhëmbëve të jetë i rregullt dhe forma e rregullt. Pastaj tek këta, një pjesë e tyre, përpos që i pastrojnë dhëmbët rregullisht, hasim domethënë pacientë ndryshëm që thonë në mëngjes dhe mbrëmje i pastroj dhëmbët, po prapë po kam defekte, prapë po kam prishje, domethënë shfaq ankesat e veta. Problemi kryesor tek këta qëndron mënyra e pastrimit të dhëmbëve. Domethënë ose koha e pastrimit është shumë e shkurtë, që duhet të jetë rreth 3 minuta, eventualisht nëse ndonjë region i dhëmbëve ka mbetë mirë, jo i pastruar, do të vazhdojë edhe më tutje derisa të pastrohet, edhe forma e pastrimit të dhëmbëve që ka një rezultat edhe ka një rëndësi të pazavendësueshme. Domethënë njëri mund t'i pastrojë dhëmbët, po nëse nuk i pastron si duhet, edhe formën e duhur, kohën e duhur, domethënë rezultati mund të jetë i mangët. Cilat probleme dentare janë më të njohura tek ne si popull? Problemet dentare më të njohura ose më shpesh që mund të paraqiten tek ne, sidomos nëpër klinike kështu me radhë, domethënë është smundja e dhëmbit që është shembull kariesi e dhëmbit, e cila smundje i atakon të gjitha shtresat, domethënë e përmendim që nga fëmiria, domethënë të dhëmbët e qumshtit, dhëmbët e përhershëm, adoleshentët, personat e rritur e kështu me radhë. Si rezultat i kësajna, domethënë vije domethënë mirëmbajtja jo duhur e higjienës dentare, rastet më të shpeshta, domethënë përpos kariesit janë gjakoset e mishrave të dhëmbëve, që vijnë si rezultat i higjienës të mirë dentare, formimit të gurzave kështu me radhë, smundjeve të mishrave të dhëmbëve, heqja e dhëmbëve për shkak të mos trajtimit të tyre, pastaj vijnë problemet estetike, shfaqja e pigmenteve të ndryshme nëpër dhëmbë si rezultat i konsumimit i ushqimeve ose pijeve me ngjyrë si duhani, çaji, ëmbëlsirat e kështu me radhë me pigmente të ndryshme. Pastaj përpos kësajna efekt tjetër, domethënë defekt tjetër paraqitet edhe pozita harku jo i rregullt i dhëmbëve, që mund të jetë për shkaqe të ndryshme dhe arsye të ndryshme, mund të jetë për shkak të shkaqe anatomike,
ku do të thonë noflat mund të jenë më të vogla të fëmijët, po flasim këtë rast të fëmijët, ndërsa dhëmbët mund të jenë me masi pak më të mëdha dhe hapësira e daljes së dhëmbëve, do të thonë nuk i plotson harku dhe fillojnë me dal dhëmbët në formë të devijuar e kështu me radhë, ose për shkak të erës keqe që vjen si rezultat i higjienës dentare, formimit të gurzave e kështu me radhë. Sa është e zakonshme apo të bën kontrolla rutinë krahasuar me standardet që lyp pra standardet ndërkombëtare në këtë rast? Fatkeqësisht në Kosovë vizitat dentare që bëhen po flasin në bazë të një raporti që është bërë në institucionet primare shëndetësore në Kosovë, për kokë banori vizitat bëhen 0.2%, që është shumë shqetësuese. Do të thonë është nivel te i mas e ulët. S'ka ku shkon më malet. Po thuj se 0 kur thënë. Do të thonë gjithë vinë me ankesë, nuk vjen për një vizitë me shiku gjendjen e tij se ku është, a ka nevojë për intervenim o kështu me radhë. Kurse ajo që është standarde, ajo që është më, do të thonë që është e detyruar, është të paktën çdo 6 muaj të bëhet një vizitë te dentisti. Unë personalisht shpesh e preferoj në mënyrë që pacientët mos të harrojnë edhe ta kenë më lehtë, ju them bëni kontrolla tek dentisti çdo stin të vitit. Eventualisht nëse ta zom e ka kalu një stin pa bë kontroll, domethënë sa të futet stina tjetër ju kujtohet edhe ngel ajo vizita standarde rreth 6 muaj. A ushqehemi shëndetshëm që të kemi njëkohësisht parasysh edhe higjienën e gojës dhe pastaj edhe shëndetin e dhëmbëve? Te sa i përket ushqimeve që përdoremi sot, sidomos koha është jeta sot është shumë dinamike, do të thonë jemi të detyruar pashmangshëm secili prej neve për shkak të angazhimeve të ndryshme nëpër puna, nëpër aktivitete të ndryshme, që edhe të ushqemi, do të thonë jashtë shtëpive tona. Dihet që ushqimi më i shëndetshëm për ne është ushqimi që gatuhet në shtëpia tona, jo në që marrim nëpër fast food e kështu me radhë. Ushqimet bio janë shumë kanë një përparësi të madhe në shëndetin e dhëmbëve, pastaj ushqimet që ne i konsumojmë nëpër fast food, nëpër ushqime, nëpër domethënë ushqime të shpejta kështu me radhë, përbërja e tyre shpesh herë mund të jetë negative për shëndetin tonë. Përdorimi i sheqernave të ndryshme në ushqime dhe pije, për shembull pijet energjike, ka një sasi të lartë të sheqerit, ëmbëlsirave kështu me radhë, edhe krahas gjithë këtyre, domethënë për kujdesja jonë dentare, për kujdesja larja e dhëmbëve kështu me radhë, është pak më e vështirësuar kur je jashtë të shtëpisë se sa kur ti ushqesh në shtëpi. Ka shumë faktorë që ndikojnë në shëndetin e dhëmbit, për pos asajna që bëhet edhe pastrimi i rregullt, që e përmendëm që duhet të jetë minimum të paktën 2 herë në ditë, mëngjes dhe mbrëmje, është përdorimi i pejve dentar. Shpesh herë na mund t'i pastrojmë dhëmbët edhe na ngel në sasi pa përfillshme për shikimin ton në mes të dhëmbëve ose pa shqetësuese, për shkak se te dikush mund të jenë të formuar disa xhepa paradontale ato edhe të grumbullohet qoftë edhe ushqimi i lëngshëm, për shembull nëse marrim një lëng frutash, ai ka karbohidrate, ka vlera ushqyese, e cila nëse deponohet nëpër këto hapësira, nuk jep shqetësim për momentin pacientit, personit, në këtë rast. Po ai në ndikimin e pshtymës, në ndikimin e enzimeve, fillon mu formu konkremente, pastaj gurzi, fillon skuqja e mishit dhëmbëve, pezmatim, kështu me radhë, edhe deri te prishja e dhëmbëve edhe infeksionet e tjera të cilat mund të vinë në hapësirën e gojës. Përpas kësajna, edhe të ushqimet tjera duhet me pas kujdes, sidomos temperaturën e ushqimit. Ne shpesh herë për shembull kemi dëshirë të hajmë ushqime të ngrohta shumë, nxehta, fast foodin këtë rast që e përmendëm disa herë, dhe bashkangjisim një pije të ftoftë.
është njësoj sikur ne të veshemi hall edhe ta ndrojmë ambientin për një kohë shumë të shkurtë. Për shembull, të rrimi në ambient mbrëmshëm, në ambient ngrohtë, edhe në atë gjendje dalim jashtë ku temperatura mund të jetë -gradë ose shumë ftoftë, edhe fillojmë të ftofemi sekrete për i humbë dhe kështu me radhë. E njëjta gjë ndodhet një aspekt edhe të dhëmbje. Për shembull, nëse marrim një temperaturën e ushqimit që ne konsumojmë 40 gradë, ta zëm 40 e kështu me radhë, 50 gradë ushqim të ngrohtë, edhe fillojmë pim ujë të ftoftë, shembull 4 gradë kështu me radhë, do të thonë indi pulpar, nervi që quhet nifet në popull, fillon me pas një ndjeshmëri, fillon me pas thjesht fillon me pas një çrregullim që mund të vijë deri te ndryshimet irreversibile pa kthyeshme, dhe si rezultati i saj të vijë edhe te prishja e dhëmbëve. Atëherë doktor, ne jemi ky popull që të parët tanë pra kanë lindë dhe kanë vdekë pothuajse me një parë dhëmbë, ndërsa jemi një gjenerat të reja që ende pa i bë 30 vjet do të ndrohemi shpesh me ndru dhëmbët. Pra është problemi tek këto ushqyet apo ku është si faktor? Përgjigjja është ajo që ti e the, domethënë është e pashmangshme se mënyra e të ushqyerit, mënyra e mirëmbajtjes luan rol shumë te individi. Mos harrojmë këtë se ka persona për shembull të za na thojnë unë shumë rralli pastroj dhëmbët. Po me të vërtet kur i bëjmë vizita, e shohim që shumicën e dhëmbëve i ka në rregull, i ka më mirë se sa ai që ndoshta për një mas është më i kujdesshëm pastrimin e dhëmbëve. Faktorët mund të jenë edhe biologjik, mund të jenë shembull anatomik, mund të jenë shembull të za iatrogjen, mënyra se çu ushqehet njëri, çfarë ushqime është hajnë. Kam hasë raste për shembull kur më ka thonë pacienti që shumë rralli pastron dhëmbët, edhe dhëmbët i ka pas në gjendje jo të keqe. Po ama kur me pyetje që i kom bën vazhdimsi, kam hasë ai që ai ushqime të nxehta kurrëherë s'ka provu. Për mua ka qenë pak befasuese në këtë rast, po domethënë çdo san të fillu prej ushqimit, prej pijeve, prej çajrave, prej çdo që ka konsumu, thot e kom lanë derisa o ftoft, tani e kom konsumu. Krahas kësajna, tjetë ushqim i shëndetshëm, krahas kësajna, pozita anatomike, forma anatomike, për shembull dikush i ka dhëmbët pak më të rrallë, edhe vetë pastrimi i dhëmbëve, se pshtyma luan rolin e vetë pastrimit, është më efektiv, se sa ai që i ka dhëmbët pak më të ngjeshur, ose mishat i ka gjepa shumë paradontal mes dhëmbëve ku grumbullimi i ushqimit është i pashmangshëm edhe mënyra e pastrimit është më e vështirë. Edhe kjo luan rolin e vet që deri te prishja e shpejtë e dhëmbëve ose ajo e para që përmendim, domethënë deri te vet pastrimi, vet mirëmbajtja e dhëmbëve, si rezultat i ushqimeve bio, si rezultat i kujdesit maksimal në sa herë në ditë duhet i pastrojmë dhëmbët ose preferohet me pastru? Dhëmbët është rregull është minimum 2 herë në ditë duhet pastruan. Rregull i shkruar e pa shkruar. Minimum është rregull, domethënë është i rekomandueshëm. Në këtë rast është i obligueshëm, minimum 2 herë në ditë. Është i rekomandueshëm më shumë se 2 herë në ditë. Po kjo më shumë varet edhe vetë prej personit. Për shembull, nëse dikush arrin me mirëmbajt dhëmbët me 2 herë në ditë, domethënë nuk kërkohet diçka më shumë te ai. Larja e dhëmbëve për shembull të zgjat rreth 3 minuta, po nëse te dikush arrin që nuk mjaftojnë 3 minuta, duhet të zgjas edhe më shumë. Pra larja e dhëmbëve duhet me zgjat 3 minuta. Mesatarja 3 minuta. Mesatarja është 3 minuta. Ka raste që bie ata që i lajnë shpejt është sa përsye faqe, nëse mund të shprehemi kështu? Problemi e përmendim ka persona të cilët ato i pastrojnë dhëmbët vazhdimisht, po shembull të za nuk e di pse më prishën dhëmbët. Kur i bëjmë pyetje sa ka zgjatja gjys minuti, domethënë 1 minutë. Nuk arrin ti me pastru dhëmbën për 1 minutë. E dyta, përpas kësajna,
kur e pyesim mënyrën, metodën se si pastron dhëmbë, domethënë është kur e përdoren një shprehje ne sa më ja tregu furçën, më kupton. Domethënë është një metodë jo e rregullt e pastrimit të dhëmbëve. A dini pastru dhëmbët shqiptarët? Fatkeqësisht mbas A mjaftohet vetëm me pas brushën edhe kaq? Fatkeqësisht mbas kësaj periudhe kohore të stazhit punës që kam deri me tani asnjë pacient që kam pasur në klinik nuk ka ditë, masi që kemi diskutuar për mënyrën e pastrimit të rregullt të dhëmbëve, formën e pastrimit të rregullt të dhëmbëve, nuk ka ditë ta bëj pastrimin e rregullt të dhëmbëve. Domethënë mënyra se çysh ai e ka apliku gabimisht. Atëherë, dalim tek disa tek nesi muslimane përdorim shumë edhe mizvakun në këtë rast. Sa është e rëndësishëm sa kryen punë mizvaku? Se disa përdorim mizvakun gjatë ditës, pastaj edhe dhëmbët i pastrojnë mëngjes mbrëmjes, në varet prej rregullit që kanë. Tek mizvaku më lën shumë përshtypje për pas asaj në efekteve që Do të se disa është e përhapur te kosovar, për mënoj sa përdoret. Misvaku, mendoj që një periudhë kohore pas lufte, pat pas një interesim të përdorjes të një shtresët e njerëzve. U pat bën një propagandë. Misvaku, po, domethënë është filloi kesi në rritje një farë mënyre. Ajo që më lën përshtypje për pas efekteve pozitive, fijeve që janë shumë të përshtatshme për pastrimin e dhëmbëve, më lën përshtypje edhe metoda e pastrimit se çysh bëhet me misvak që i përgjigjet 100% formës të rregullt pastrimit të dhëmbëve siç duhet. Do thonë, unë mendoj që efekti i misvakut është i jashtëzakonshëm dhe duhet praktikohet. Por duhet kemi parasysh edhe një gjë që më rëndësi është pastrimi i dhëmbëve. Do thonë, mjeti është shkas për me bëj pastrimin e dhëmbëve. Nëse eventualisht çdo person që bën pastrimin e dhëmbëve, që praktikon misvakun, e vren që në pastrimi i dhëmbit në këtë rast nuk është i mjaftueshëm për shkak se mënyra të ushqyerit që përmendëm më herët, përpara në ushqime bio, kanë përdorur lloje të tjera të ushqimeve, presionin e kohës nuk e kanë pasur që kemi në ditët e sotme e kështu me radhë, ka nevojë për intervenime shtesë si përdorimi i furçave, përdorimi i pejve dentar, me bërë rutinë të vazhdueshme, shpërlarjen e gojës mbas çdo ushqime ose pije, qoftë lanë të frutave, lanë të gazuar gjatë ditës, me bërë shpërlamjen e gojës, domethënë unë mendoj që duhet ta praktikoj. Domethënë mos ngel vetëm me furçë, qoftë vetëm me misvak. Shembull, nëse eventualisht nuk ka mundësi ta bart furçën, pastën gjatë ditës kur konsumon ushqejet e kështu me radhë, atëherë ndoshta misvaku është shumë më praktik me mbajt në xhep që eventualisht një intervenim të shkurt, një intervenim të vogël për mirëmbajtje të dhëmbëve. Shpesh dëgjojmë pra sëmundje të ndryshme të dhëmbëve. Pse këto sëmundje, problemet cilat ndonjëherë detyrojnë të bëhen ndërhyrje kirurgjike, është për shkak të moskujdesit në këtë rast të klientit për dhëmbët e tij apo të saj, apo është çështje që nuk ka të bëjë me kujdes? Baza e shëndetit të dhëmbëve, domethënë është higjiena dentare. Që nga kjo vijnë të gjitha, po thu. Mungesa e higjienës dentare vije deri te paraqitja e smundjeve të ndryshme të dhëmbëve. Në këtë rast ne përmendim se ajo më shpeshta dhe më shumë që ne përballemi është kariesi i dhëmbëve. Tani, te puna e kësaj smundje, kariesi të dhëmbëve, kjo i ka disa shtresa, shembull, ku shfaqet tek dhëmbi. Mund të shfaqet si kariesë sipërfaqësor, vetëm në sipërfaqe të dhëmbit, dhe shpeshherë njerëzit e neglizhojnë, dhe ai ka lënë kariesë i mesëm, ku fillojnë në shembull në ngacmim eventualisht në temperaturat ndryshme kështu me radhë ftoft nxehtë, edhe kariesi i thellë
ku prishja është afru shumë afër nervit. Dhe në këtë raste mund të vijë deri te shfaqja e smundjeve tjera që të nervit, të pulpës, që është pulpa e dhëmbit, që të nifet si nervi i dhëmbit, pulpitet. Edhe në bazë të llojit të pulpiteve mund të vijë deri te ajo që e përmendet ti, për shembull ekziston pulpiti porulent, pulpiti me infeksion, ku indi pulpar brenda strukturës së dhëmbit, dhëmbi është një strukturë kockore, e vetmja që shifet në trupin e njeriut, edhe që jep një pamje bukur njeriut, është dhëmbi, është kockë, edhe ky indi pulpar fillon të qelbëzohet brenda. Duke pas parasysh se nga gjitha anët është i rrethum me masë kockore, shtresës dhëmbit, atëherë sa më shumë që rritet infeksioni, rritet edhe presioni i dhimbjes, njëkohësisht nëse nuk vonohet intervenimi, ajo din me kalum pulpit kronik, me nejt në atë gjendje ku dhëmbi shkatrohet tej mase, coptohet, prishet kështu me radhë, ose din me shkaktu pulpit akut deri te ajntja, shembull të zot del nga vrima e majës së rënjes së dhëmbit, ku përmes kësaj vrime, domethënë futen anë të gjakut, nervat për me ushqyn indin pulpar ose me nervizu indin pulpar. Tani, kur shfaqet infeksioni, deporton nga dhëmbi përmes apeksit, majës së rënjes në jashtë strukturës dhëmbit, atëherë vije deri te ajtja e pacientit në këtë rast, për shkak se ato është i rrethuar me end sfungjeror, end që thjesht absorbohet, kjo domethënë sasia e qelbit rritet edhe fillon ajë tjetër. Tani në këto raste, për shembull, e marrim te rastet e trajtimeve endodontike, trajtohet indi pulpar, largohet pjesë të infeksionit e kështu me radhë, nëse nuk ka efekt përmes barave, përmes ilaçeve që vendosin ato në mënyrë konservative, atëherë detyrohen të shkojmë deri te ajo kirurgjike që quhet si apikotomia apo largimi i majës së rënjes, së bashku me sasitë e infeksionit e cila ka rrjedh për vetë dhëmbit. Kjo sa më shumë që zgjat procesi, domethënë ne e përmerrem si kronologji, karjesi, fillestari, mesëm, përfunda, komplikata, domethënë perforimi i pulpës, infeksioni i pulpës, abscesi i dhëmbit, formohet ato një ind granular që i izolon, ajo ind granular sa më shumë nëse nuk intervenojmë, ajo rritet masa e infeksionit, indi granular mundohet me mbështjell, rritet ajo qesja me infeksion, edhe mund të vijë deri te formimi në një ciste aty në kockë, domethënë fillon mu tret kocka, mu bën një zgavra në hapësirën e kockës, domethënë këtë kjo bëhet nëse është kronike, ka raste kur bëhet edhe pa dhimbje, domethënë është një shkatrim i strukturës kockore në kokë, në këtë rast të fytyrës, që nuk e vren pacienti. Atëherë, doktor, pra sëmundjet apo infeksionit të dhëmbëve janë të rrezikshme për jetën? Unë shpesh herë çdo gjë një aspekt pa dashur të vet ndërlidhet që pothuajse gjitha sëmundjet që i përjeton sistemi i organizmit të njeriut si port hyrëse e kanë gojen. Nëse eventualisht ne nuk kemi mbajmë higjienën dentare, nuk bëjmë vizitat rregullat të dentistit, nëse nuk i rregullojmë dhëmbët, nëse i lajmë shkatrimin deri në këtë mas pak a shumë, edhe që e përmendemi, mund të vinë sëmundje të paimagjinueshme në sistemin e organizmit të njeriut. Po du me përmend një fakt e cila nuk duhet të jetë si të shkaktoj frikë ose panik, po duhet të shkaktoj si vëdësim, duhet të jetë si këshill për t'i marrim gjanat pak më seriozisht. Për shembull, mungesë të higjienës dentare, mungesë të pastrimit të dhëmbëve.
mund të shfaqen infeksionet e mishrave të dhëmbëve, do me thonë skuqje, kështu me radhë, edhe do me thonë, përpos prishjes së dhëmbëve, që zhvillohet një bakterie e cila quhet Streptococcus viridans, do me thonë që kjo lloj bakterie shkakton edhe kariesën e smundjeve të dhëmbëve, që na folëm për smundjen, por nuk e folëm se kush e shkakton. Është për çudi të rastet e endokarditit bakterial, që është smundje e zemrës, e zën shkaktarin numër 1. Do me thonë, çdo person që ka problem me zemrën, me endokardit bakterial të zemrës, shkaktari më i madh në këtë rast është Streptococcus viridans. Do me thonë, shikoje, do me thonë, nëse flasim ne, dhëmbi, zemra, shikoje se çfarë dëmi mundet me ardhë. Përpos kësaj tani, që do që të flasim tjera, për shembull mungesa e dhëmbëve, si rezultati i nxjerrjeve kështu me radhë. Përtypja e ushqimit nuk është si duhet. Do me thonë, shpesh herë njerëzit gjatë konsumimit të ushqimeve vetëm e gëlltisin, nuk e përtypin si duhet. Rezultat, bëhet ngarkesë stomakut, lukthit në këtë rast. Impulset që vijnë nga sistemi nervor qendror, për shpejtu këtë tretjen e ushqimit në lukth, bëhet një lloj mbingarkesë e trurit në këtë rast. Ushqimi nuk tretet mjaftueshëm, vije deri te rritja e presionit, tensionit, të shtypjes së gjakut, vije deri te do me thonë, smundje ndryshme të sistemeve të organizmit njeriut, do me thonë. Pra, po dashka me pas parasysh çështjen e higjienës së gojës, infeksion të kësaj radhe, mos milasja asgjë, ç'është atë popull apo? E përmenda, do me thonë, si shprehje që mendoj që është goxha një kuptim të plotë i jep. Hapësira e gojës është porta hyrëse e çdo lloj smundje në organizmin e njeriut pothuajse. Ate, doktor, ku mund t'ju gjejnë ata që dëshirojnë të interesojnë t'ju vizitojnë? Faleminderit për pyetjen. Unë jam doktor Rasit Ademi, jam specialist i prodhetike stomatologjike. Lokacioni, unë aktivitetin tim e ushtroj në klinikën Royal Dent Office, këtu te rruga Ismail Dumoshi, afër shtëpisë së Pleqjve që është këtu në Prishtinë. Të gjithë janë të mirë se ardhën. Faleminderit. Atëherë faleminderit shumë edhe ti që ishe pjesë e këtij emisioni, suksese. Shumë faleminderit për juve, është kënaqësi. Allah shpërbleft. Të nderuar miq të TTI-s, këtu është fundi i emisionit për sot. Takohemi nesër deri atëherë më mbeç. Kush janë ekspertët që